Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin prill, për shenjën e dashit, shenja e parë e horoskopit. Ju uroj një muaj të mbar, por ju uroj dhe gëzuar ditëlindjen, sepse futeni në muajin tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që do na vi. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e dashit. Dhe shohim si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Atëherë filloj me javën e parë dhe është energjia juaj këtu. Kemi energjinë e perandorit, energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e karrocës, të shenjës së gafores. Atëherë ju shoh me iniciativa që në fillim të muajit prill, ju do merrni iniciativa në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person. Do jepni dhe do merrni, ndoshta do shkëmbeni mesazhe ose do takojeni nga afër me një person dhe do të jepni drejtim anës tuaj emocionale. Por ndërkohë, shoh disa prej jush mund të jeni edhe në udhëtime dhe shoh një fillim të ri në lidhje me ju. Ndërkohë, do keni kontrata të rëndësishme, do merrni iniciativa në punën tuaj me bashkëpunime të ndryshme, me partneritete. Një pjesë prej jush do merrni një shumë të konsiderueshme parash, por si do t'i merrni ashtu edhe do t'i shpenzoni. Ndërkohë, mund të jenë shpenzime që ju mund të jeni në një udhëtim dhe të bëni disa shpenzime, mund të jetë udhëtim i gjatë, tham, ose edhe i shkurtër, ose ju mund të keni punën gjatë gjithë kohës që jeni duke udhëtuar. Ndërkohë, edhe në marrëdhëniet në çift, ju do jepni dhe do merrni, do jeni shumë familjar gjatë kësaj periudhe, do arrini të stabilizoni dhe të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja, ose familjes tuaj, sepse kemi energjinë e gafores që përfaqëson është energji e familjes. Gjithsesi, është një javë e parë ku ju do merrni iniciativa, iniciativat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të keni lidhje dhe me autoritete shtetërore për një pjesë prej jush, mund të jepni disa para gjatë kësaj periudhe për t'i dhënë drejtim diçkaje që ju mund të ketë lidhje me shtetin. Dhe shohim javën e dytë se si do jetë. Në javën e dytë, ju shoh me fillime të reja. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, fillimi një shtatzanie për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të futeni në partneritete. Në bashkëpunime të ndryshme, por do keni dhe kontrata që në javën e parë dhe ju do të jepni drejtim një fillimi të ri që dëshironi të bëni. Ju mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi shoh që jepni zgjidhje. Çfarë do lloj situate, ju jepni zgjidhje një njohje të re, një shtatzanie, një pune që mund të filloni gjatë kësaj periudhe, ndërsa një kontrate që mund të bëni dhe kontratat mund të jenë nga më të ndryshmet, mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë një kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju do harrini të jepni zgjidhje çfarë do lloj situate. Shoh që do keni shumë diskutime gjatë javës së parë. Mund të jenë diskutime në dashuri, në marrëdhënie tuaja në çift, por mund të jenë diskutime te vendi i punës, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, dhe java e dytë është një javë fantastike në lidhje me ju. Një pjesë tjetër mund të keni të bëni ose me pjesën e dokumentave, ose me prokurori, me gjykata, ndoshta në lidhje me një drejtësi që dëshironi të vendosni, dhe shoh që ju do harrini t'ia dilni për të filluar diskutime dhe për t'i çuar para situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdoj me javën e tretë.
Shoh që në javën e dytë fati do t'ju ndihmoj, sepse jemi te energjia e perandoreshës, ku ka planet Jupiterin, por ndërkohë këtu përfaqësohen dhe shenjat se nuk i tham, është shenja e Shigetarit, shenja e Demit, është shenja e Peshores, përsëri këtu shenja e Peshores dhe shenjat e Ajrit. Dhe vazhdojmë me shenjat e Tokës. Me javën e tretë, si do jetë java e tretë për ju, shoh që ju do lini mbrapa situata të vështira. Këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Akrepit, energjitë shenjave të Tokës, energjitë shenjave të Ujit. Ju do lini mbrapa disa vështirësi që mund të keni kaluar në lidhje me dashurinë, një pjesë prej jush, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh një ndryshim shumë të madh që do vi tek ju. Ju do harrini të ndryshoni, ndoshta në lidhje me njohjet, lidhjet që keni ose marrëdhëniet. Dhe shoh do jeni shumë bashkëpunues gjatë javës së tretë. Ndërkohë për pjesën e beqarëve, ju do bëni një fillim të ri, sepse ju shoh që ju presin surpriza pafund. Mund të jetë një person që është te vendi punës, që tërhiqet nga ju. Është një person që ju admiron, ju adhuron dhe dëshiron të futet në një njohje, por është një person që ju shpreh dhe emocione. Ndërsa për pjesën tjetër do keni ndryshime të mëdha në marrëdhëniet tuaja në çift, do jeni më bashkëpunues me partnerin ose me partneren tuaj dhe shoh që do keni dhe lajme të mira gjatë kësaj jave, ose ju do jeni shumë emocional. Ndërsa në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, ju ndoshta keni kaluar vështirësi dhe do bëni ndryshime dhe aty do pësoni dhe një lloj transformimi shpirtëror, se nuk e tham, por gjithsesi shoh ndryshime të mëdha që do vinë tek ju, edhe në anën tuaj ekonomike, por dhe në punën tuaj. Një pjesë prej jush mund të jeni duke filluar një aktivitet, një biznes, një punë artistike, ose një punë që ka lidhje me artin, por edhe një punë tjetër, nuk do të thotë që përfshihen vetëm këto, sepse janë lehtësime të përgjithshme. Gjithsesi, shoh që të ardhurat do jenë të vogla dhe ju do pëlqeni për punën që ju do bëni, por do ndjeni pak të pakënaqur në lidhje me anën tuaj ekonomike, por gjithsesi ju do merrni lajme të mira, por ju shoh që sikur do gjeni paqen dhe qetësinë në shpirtin tuaj. Një pjesë prej jush mund të investoni te fëmijët tuaj, por dhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Ndoshta do ndryshoni diçka, dy persona do t'ju mbështesin dhe ju do merrni lajme të mira. Dhe shohim si do jetë java e katërt. Letrat kërcasin, duan të dalin sa më shpejt, gjithsesi po i shohim. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit, përsëri energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë. Ose ju mund të keni lidhje me këto shenja, por në rastin tjetër mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, për gjithë ata që e din. Në javën e katërt, ju shoh që largoheni nga situata të vështira. Ndoshta ju mund të largoheni edhe nga një njohje, nga një lidhje ose nga një marrëdhënie për një pjesë prej jush, edhe pse me pak dhimbje, ju shoh që ju mendoni për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe shoh që këtu jemi me hënën e re, ju dëshironi të bëni një fillim të ri. Ndoshta për gjithë pjesën e personave që mund të largohen nga njohje që kanë ose që nuk kanë funksionuar, lidhje ose marrëdhënie, ju do bëni diçka më të mirë për veten tuaj. Dhe shoh që ju presin gjëra shumë të bukura përpara. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike, ku ju dëshironi të filloni diçka më mirë, për të marrë një zhvillim më të mirë, një partneritet, një bashkëpunim, një punë të re për një pjesë tjetër, sepse ju shoh dhe me fillime të reja dhe me ndryshime shumë të mëdha, por dhe me shumë diskutime, por ndërkohë merrni shumë iniciativa dhe kontrata të ndryshme. Mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata për largime jashtë shtetit, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, ju mund të keni dhe udhëtime gjatë kësaj periudhe, si në javën e parë dhe në javën e katërt, por ndërkohë
gjithçka që do bëni në fillim të javës së 4 do ta bëni për veten tuaj, që ju të ndiheni mirë me veten tuaj. Dhe shoh që nuk e di, por merrni një zhgënjim. Do merrni një zhgënjim në lidhje me një fillim të ri, ose ju dëshironi që të ndryshoni gjërat, largoni gjërat që ndoshta nuk kanë funksionuar, dhe aty shoh që mund edhe të mërziteni pak, ndoshta gjërat nuk do ecin ashtu si ju dëshironi, por gjithsesi në qoftë se largoheni dhe merrni një drejtim më të mirë për vete, çfarëdo që të ndodhi, e rëndësishme është që pavarësisht zhgënjimeve, e rëndësishme është që ju të merrni drejtim në gjërat që ju dëshironi. Dhe shoh fillime të reja, edhe pse kemi këtë zhgënjim që mund ta kaloni, mund të jetë një zhgënjim, mund të jetë që ju mërziteni pak, ose diçka do t'ju godasi gjatë mesit të javës së 4. Gjithsesi, ju do arrini të dilni nga kjo situatë, sepse ju shoh, jeni me shumë pasion në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një dashuriere, mund të jetë një punë, një bashkëpunim, kontrata të ndryshme tham, por ju mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Por është një fillim i ri që do marrë zhvillime të mira. Dhe marrim dhe një mesazh nga angjëjt, gjithsesi është një muaj fantastik, ju jeni në muajin tuaj, normal që do keni këtë energji, por ndërkohë është një muaj i mrekullueshëm, është një muaj nuk shoh që të keni sfida, më shumë keni iniciativa, i jepni drejtim gjithçkaje, bëni fillime të reja që të marrë një zhvillim shumë të mirë, keni shumë diskutime, mund të jenë diskutime për dokumenta, diskutime në lidhje me gjykatat, prokurorit, në lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen, por shoh që në javën e 3 do keni ndryshime të mëdha. Ndryshime të mëdha, dikush prej jush mund të fillojë dhe diçka të re, një punë të re ose një biznes të ri. Thjesht duhet keni pak kujdes në mesin e javës së 4, sepse mund të merrni një zhgënjim të vogël, zhgënjimet fillojnë nga më e vogla deri te më të mëdhat, por nuk e shoh që të jetë diçka e madhe. Sepse ju shoh që dilni shumë shpejt nga kjo situatë për të bërë një fillim të ri, që të marrë zhvillime shumë të mira, por ndërkohë do ta bëni me shumë pasion. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon në lidhje me çfarë mesazh ju japin për muajin prill. Dhe doli numri 5, doli vetë, gjithsesi unë do nxjerr dhe një mesazh tjetër. Numri 5 tregon që ju mungon një pjesë prej jush, ju mungon dashuria. Një pjesë tjetër ju mungojnë parat, ndjeni të lodhur fizikisht. Por ndërkohë duhet të bëni kujdes dhe me shëndetin tuaj, duke bërë një check-up ose diçka tjetër, një kontroll mjekësor, sepse e sugjerojnë angjëjt këtë. Duhet të ndryshoni metodë, thot. Duhet jeni më të organizuar dhe diskutoni me kujdes edhe me familjen tuaj, me miqt tuaj, me personin që keni në jetën tuaj, sepse shoh që këtu diçka mungon në lidhje me ju. Gjithsesi, po marr dhe një mesazh tjetër. Thjesht tregoni të kujdesshëm, mund të përdorni ndoshta metoda të tjera që si keni përdorur dhe diskutoni dhe me persona të tjerë që në lidhje me problemet që ju mund të keni. Dhe kam energjin tuaj këtu. Kemi kalorësin e shkopive dhe thot, ju do keni shumë pasion, do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do ndjeni shumë të sigurt, por pak të shqetësuar. Mos u shqetësoni, çdo gjë kalon. Dhe thot, diçka do vi krejt papritur, thot. Thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm. Koha është shumë e rëndësishme në lidhje me gjërat që do vinë. Duhet mendoni me kujdes në lidhje me gjërat që ju do kërkoni gjatë këtij muaji. Gjithsesi është një muaj fantastik, ju thjesht tregoni të kujdesshëm, do jeni në lëvizje, e rëndësishme është që do keni siguritë e vetja juaj, ndoshta do ndiheni pak të shqetësuar, por është koha, domethënë, për të bërë gjëra të rëndësishme. Është një muaj i rëndësishëm për ju dhe mendoni me kujdes në lidhje me çfarë do lloj gjëje që ju dëshironi në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju.
ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një muaj të mbarë dhe një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videon e radhës.